A dini sa është e rrezikshme lënia e namazit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith të vërtetë: nëse njeriu e lën namazin e ikëndis, pa e fal, pezullohet mbrojtja Allahut azza wa jall për atij personi dhe nuk bezdiset me Allahu për atë njeri, se kudo që ta ka shkatrimin. Çka do e keqe që ta godet atë njeri, ma nuk ka ma mbrojtje për Allahu subhanahu wa taala. Dhe njeriu në këtë rast, nëse e godet ndonjë e keqe, mos ta akuzoj kërkën përpos vetvetes së tij, sepse ka neglizhu urdhin më kryesor të Allahut azza wa jall. Allahu na ka thirrë, na ka ftu në shumë ajete në Kur'an, na ka obligu falni namazin, na ka detyru falni namazin, mos lini namazin. Përsëri njeriu si me kokëforci e lën namazin.